Njohëm për ata të cilët po e shohin biseden edhe i përkasin komunitetit ose rom, egjiptian ose ashkali dhe kanë shumë interesim me qenë pjesë e festivalit, me ndonjë projekt ose biznes tyne, po që ja se kanë pas këtë informacion që po ndodh. A munden ende me ardhë me u shfaq? Munden ende me u bashkangjitë, edhe pse programi është finalizu, po gjithsesi që ne jemi të hapur për bashkëpunim, sidomos me tri të ndryshëm të cilët kanë interesim me na u bashku në festival, kështu që të gjithë janë të hapur të naftohen, të bashkohen. Fatmirësisht, e di edhe nga puna ime se gazetare ndër vite që bashkëpunojmë, ka gjeneratat të cilat janë të kyçur në politikë, në art, në teatr, kudo dhe është një krenari shumë e madhe kur e shet qasjen edhe për shembull edhe në televizione ka persona të cilët punojnë çdo herë më shumë, të cilët pikërisht janë aty ku festojnë ngjashmëritë pa u theksuar tek krahasime. Dhe është një lajm i mirë që besoj Voraje ka pas një super efekt në shoqërinë në përgjithësi, në institucione në veçanti dhe ajo çka është më rëndësishme ja ka ngrit nivel vetëdijësimi tek këto komunitete. Sa që ju përgëzoj njohëm. Faleminderit shumë edhe ne shpresojmë shumë. Qëllimi jonë si misioni jonë i organizatës është muat, do me thënë që të krijojmë një shoqëri e cila i trajton të gjithë qytetarët, pa dallim cilës etni i takojnë në formën më të barabartë të mundshme. Jemi shoqëri me një diverzitet jashtëzakonshëm të bukur kulturor, pse jo mos të shohim se një vlerë shtume të shoqërisë dhe ti trajtojmë në atë formë edhe komunitetet. Dhe jemi në rrugë të mirë. Shpresojmë. Njohëm zonë, të falenderoj shumë për kohën, do të shihemi në festival patjetër. Faleminderit shumë juve. Dhe ju uroj shumë sukses në këtë mision të shajt që keni marrë. Faleminderit shumë juve për hapësirën, për mbështetjen dhe mbi gjitha për përkrahjen e jashtëzakonshme që ju bëni komuniteteve roma ashkali egjiptian. Mediat janë ata të cilët munden me bën ndryshimin më të madh në shoqërinë tonë kosovare. Shumë faleminderit njohëm zonë. Të dashur miq, për këtë informacionet shtesë të festivalit, ju lutem që të shkoni në faqet zyrtare të Voraje, në Instagram dhe në Facebook, e kërkoni Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, në të dy rrjetet sociale janë aktiv, kthejnë përgjigje,